Këtu në Europë është skandal. E majtë në Europë ka dekada që zotërën. Dhe sa del një djathtë sulmohet, bëhet, e kupto, pse? Sepse ata nuk duan. Ata duan Soros, duan internacionalizmin, duan globalizmin, duan shoqërinë civile. Çfarë është shoqëria civile? Shoqëria civile është organizata Soros. Dhe këta edhe këtu ne vazhdojnë akoma e përmendin shoqëria civile, thotë. Pra këte i shajnë Sorosin, këte i thonë jemi me politikën e Trumpit, këte i duan nga shoqëria civile. E kuptoj çat. Pra ne i them këtyne para politikë, nuk janë politika. Pikërisht për këtë, se këta s'dinë bëjnë politikë. Këta dinë vetëm marrëveshje. Dhe Soros pse ka gjetë stren në Shqipëri, se e ka kap gjithë. Nga i pari ke i funit. Duan apo s'duan këta ta pranojnë, s'ka rëndësi fare. Mos më intereson nëse e pranojnë apo nuk e pranojnë. Sa kohë ka që ju bëjnë deklarat, që i them bëni një deklarat Partisë Demokratike, Bashkisë Tiranës për të heqë titullin qytetar nderit, Sorosit, apo për të heqë emrin e shkollës në Rogozhin që është më të madhe, shkolla 9 vjeçare George Soros, apo për të heqë me gonin galit titullin qytetar nderit Kuksit, dhe nuk e bën. Pse? Se është Soros i mrena KPD. Qa diskutojnë? Se këtu mungon e djathtë. S'ka djathtë në Shqipëri. Këtu janë qendrës, e kanë deklaruar vetë ata. Partia e qendrës. Pra këtu bëhet lufta nga qendra deri ke majta ekstreme. Po djathtë s'ka. Se konservatori, jo. Po këtu s'ka djathtë. Ata bëjnë gafër më të madhe, thonë jemi partia e qendrës djathtë. Ku ka qendër djathtë? E djathtë oje i djathtë oje i qendrës. S'ka qendër djathtë. Këta e shpikin edhe qendrën e djathtë. Kështu që ne jemi vendi çuditëra. Na kanë kthyer në një vend eksperimental. Zoti Merkoçi, të ndalemi pak në aspektin kronologjik të raporteve të Edi Ramës me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku siç e kemi përmendur edhe më parë këtu në Agora News, ato e kanë shmangur vazhdimisht për të takuar me presidentin amerikan Donald Trump, apo qoftë edhe të ketë vizita në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të takuar me zyrtarë të lartë atje. Ndërkohë, së fundmi ai mungoi edhe në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara dhe më pas vim tek rasti i talljes ndaj Donald Trump. Pra ju si e shikoni gjithë këtë kronologji të Edi Ramës në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe a ka një sinjal mjaft të qartë që tashmë atij është hequr viza? Qysh kur u bë katedrala, inaugurimi i katedrales, Rama nuk u takua me asnjë. Ishte Trumpi atje dhe nuk e takoi. Një nga personat të cilët e ka bllokuar Trumpi për të takuar Ramën, apo nuk e, sepse çdo gjë bëhet me protokoll, është Suzy, që është krau djathtë tashmë i Donald Trump, sidomos pas vrasjes së Kirk. Ajo mbetet krau më i fortë i Donald Trump, që ka një besim absolut. Trumpi vetë ka një besim absolut tek ky person. Do shohësh pastaj të mbledhja që u bë në NATO-s, që u bën hak, ku u caktua që Shqipëria do mbante mbledhjen e saj në 2027 në Tiranë, dhe Trumpi dhe pse ky ishte president, dhe pse u vendos Shqipëria si vendi i mbajtjes së samitit të NATO-s, këtu ndoshta Trumpi ka të fiksuar emrin e Shqipërisë, që e ngataroi me Armeninë, dhe Trumpi nuk e takoi. Megjithëse kryetari i Asamblesë NATO-s u mundua ta takonte, dhe ky hiku me bish në Shark. Mos harroni, pastaj kemi dhe vizitat, ajo 249 vjetori i pavarësisë, ku ambasada amerikane nuk e thret Ramën. Kemi
lëvizje të tjera që janë bërë kur Trump ka qenë dhe ky nuk ka arritur kurrë, as t'i hedhi syt Trumpi këtij, jo më ta takoj. Unë nuk kam thënë që ky ka harxuar miliona për takuar një nga administratat e Trumpit, qoftë kush doj, po boll tjetër administratës Trumpit. Vajtja e ambasadores, themi, në zyrën e Ramës, ku gjeti momentin kur Rama nuk ishte në zyrë, dhe vajti te Vali Bizga që i çoi sinjalin për Ramën. Atë sinjali di vetëm ajo se çai ka thënë, dhe ajo tashmë dha dhe dorëheqjen nga ai post. Kemi pastaj dhe mbledhjen në OKB që unë pata lajmëruar dhe besoj e keni, që unë thash që Rama nuk ikën në OKB. Rama nuk ikën në OKB sepse Rama është në ngrada në OKB. Mirë, po me gjithë veprimet që ka bërë deri tani, duke qenë se ka shpall veten, domethënë kryetarin e mafias shtet shqiptar. Me gjithë se po bën gjithë lëvizjet e drogës, e korrupsionit, e pastrimit parave, duke vazhduar dhe duke mbështetur Sorosin, patjetër që ai është i vdekur, themi, politikisht. Dhe ai në Amerikë nuk shkon. Dhe këtë deklarate pa ta bërë para shumë kohësh, nuk ishte se ishte një deklaratë që e bëra ditën që Rama nuk do mbaj mbledhja OKB-s. Shumë njerëz nuk e besonin që Rama nuk do shkonte. Dhe Rama nuk shkoi pikërisht sepse aty është heq viza nga Amerika. Ai nuk shkel më në Amerikë. Pas dasmës së Alex Sorosit, aty u vu viza kryq. Unë tek ju duket kam qenë kur kam thënë që mos shko se do të vehet kryqi. Mundohet tërhiqesh në mënyrë e din ti si tërhiqesh, por tek ajo dasëm mos shko. Mos shko se i e kundra. Ai patjetër që shkoi, jo vetëm që shkoi, po ata morën edhe vendimin që ky do jetë përfaqësuesi i tyre në Ballkan edhe në Europë. Kështu që çfarë mund të presësh, sepse kur vjen puna te Megonigali, të gjithë flasin për Megonigali në Shqipëri e njërin tjetrën. Po mirë, ky Megonigali, si s'pas ka ky gjë dhe Rama nuk ka gjë, si e pret një kryeministër, e pret një përfaqësues, se çështu fillon për një përfaqësues apo një drejtues të FBI-s dhe nuk është shoqëruar në asnjë moment nga jo vetëm nga ambasadori, apo as nga një punonjës i ambasadës në Shqipëri. Ky ka armë çeftës, ka dhe kur vjen çeftës, pa lajmëruar, pa bërë se ku i e, ku bën, atëherë është gjithë lëvizjet që ke bërë janë të dyshimta, por të cilat ata i kanë vërtetuar. Ai shumë gjëra ka pranuar, tash në dosjen që ka hap do të shohim. Por Rama unë ja u kam thënë, Rama është i vdekur politikisht në Amerikë. Nuk shkon dot Rama në Amerikë. Tani bëj çfarë të doj, shkoj ku do, ai e vërtetoi. Të paktën atë deklaratë që unë kam bërë, ai e vërtetoi se nuk shkoi në OKB. Rama nuk di pagu çdo gjë që takoj, kur i thash në një vend tjetër, i thash Rama sikur takot atë rojen e shtëpisë Bardh, do ishte i kënaqur. Jo, më takoj një zyrtar. Thash një zyrtar sa do të rëndon dorës funit le të atje, nuk e takon dot. Sepse këta e mësu me foto, me bë politik me foto. Me foto ju përgjigj edhe Trumpi. Asaj talli që bëri ky ju përgjigj me foto. Në mënyrë diplomatike, me foto. Ju përgjigj shumë. Janë zore me Gonigalin edhe këtë në zyrë ti edhe kaq. Po mos harrojmë se organizata Sinaloa ka qenë në zyrë Trump's. Se din ata. Kështu që Rama në Amerikë është, thash, kur vjen puna te siguria kombëtare e Amerikës, ata nuk të falin. Dhe Rama në këtë pikë, unë jo më kot them që Rama është i vdekur në këtë pikë. Politikisht Rama është i mbaruar. Nëse shkon në Europë, tallet me qeveritë e majta. Pse nuk e bëri me Meloni? Bërë një pyetje tjetër. Pse nuk e bëri me motrën e tij të vogël, të madhe, Melonin këtë lloj deklarate? Se edhe Meloni ishte në takim me Trumpin, ku ishte ky Macroni. Pse se bëri me Melonin? Se Melonin rrogësh e puthesh. Po se edhe Meloni hongri dajak atje në Amerikë për sa i përket marrëdhënieve me Ramën. Kështu që po ti ishte për ta bëte me motrën e vet ky.
Pse bëri me Macroni? Po pse u zgjodh pikërisht Macroni? Pse u zgjodh pikërisht Franca? Se gjërat janë të lidhura në diplomaci dhe në politik, gjërat janë të lidhura. Nuk janë të bëra kot. Se Macroni ka peshën atje.